Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur të përgatit një bakllavë ta prap shpejt sepse vjen një shoqe edhe kom pas qef për shpejti. Edhe për juve një ide, ju që jeni sidomos me fëmijë të vegjël, nuk keni kohë, ja vlen ta provoni. Krejt që na nevojiten janë 470 gram me këto petat hazër që janë i bleni pra tek turqit, këtë firmë si shpeshifni. 300 gram me gjalp për ndryshe buter, 400 gram me arra, i kemi gri, një gotë jo plot e 200 ml me kokos, edhe një gotë e 200 ml që është me keksa të bluar. Bismillah, fillojna përgatitjen tek keksat, shtojna tek arra, shtojna kokosin edhe keksat, i përzina të gjitha së bashku. Gjalpën pra për ndryshe buterin e kom shkri 300 gram edhe ja kom hek ata shkumën për mi, sepse ajo shkuma kur t'ja leni ose nëse ja leni, ju bëhet baklava pra pika gjatë pjekjes. Tash ti bismillah fillojna me baklavën, e marrim tepsin në masi 40 cm qesim për mi, edhe i prejna pet sa është tepsia. I prejna pra pet sa tepsia, sa është forma. E lyna tash tepsin me buter. Për shërbetin ju të rëkoj tash. Tash marrim petat, spari e qesim pra të ri peta në formë në tepsin e lyer me gjalp, për here. Bismillah. Marrim pak gjalp edhe spërkatim ashtu me gjalp. Andaj marrim to qoshet që i kemi pre. Pra nuk i hidhim, brenda e qesim, gjitha i shpërndajna. Prap marrim gjalp. Prap marrim 3 peta. Gjalp. Prap të qoshet. Tash i marrim 2 petat. Prap këto qoshe tjera, gjitha pra e qesim brenda në tepsi. I kemi qitë edhe gjitha qoshet pra, as një qesh nuk në kam vetë më. Prap marrim gjalpen edhe i spërkatim. Tash të bojna mbushjen.
fantastike kombucha, kur përzihet pra me arra, me kokos edhe me kiksa, edhe shija shumë e mirë. Me mush pra pa dhimbje. Gjitha krejta përbërës proja gjesim brenda. Njëra mbushja edhe tash i marrim këto petat që na kanë mbetur. Shtrina mirë për mbushjen që t'jetë drejt që të hondë. Edhe i morëm tashti në lotja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pet pra. Ja qesim për mi. Ka 2. Shtu. Ka pak të smakot. Pra, ty deri në fond pra. Basi kemi qitë petat, krejt e morim thikën edhe i ranojna kështu petave që t'hynë brenda qoshët pra. Me anë të thikës. Kështu për fundi. Furrën e kum shu me nxehë në 250 gradë mas pari që t'jetë nxehur mirë. Mandej kur të fusim baklavën brenda, pra e ullim temperaturën në 150 gradë. Kështu pra i fusim qoshët brenda me anë të thikës. Tashti e bojna prerjen. Bismillah. E kemi bo dhe prerjen, kështu në formë katrore, bismillah tash marrim gjalpen e mbetur edhe ja qesim krejt baklavës për mi. Furra pra veç është nxehur, me njerë tani kur të fusim brenda tepsin, e ullim temperaturë pra nga 250 në 150 gradë. Basi kemi lypër mi pra me buter, tashti e fusim pra baklavën në furrën e nxehur, siç kam thënë pra në 250 gradë, me njëherë mandej e ullim temperaturën 150 gradë. Tash bismillah deri sot pjekët baklava, përgatitim edhe shërbetin. Nevojiten 1 kilogram me sheqer, 1 sheqer vanilë për aromë të mirë, jep shërbetit, si dhe 1 litër me ujë të val. Ja qesim pra ujën e val, e përzina një sheqerin, edhe e zina shërbetin pra për 15 deri 20 minuta pra. Prej që aty që fillon me mor val, aty e nxehni pra 15 minuta deri 20 minuta.
Shërbeti pra ka mor vari si shpeshek në dhe është të këvlu e po muj temperaturën prej 9, pasi që të fillon pra me vlu, prej 9 në 6, edhe lona që të cilit është. Baklavën kemi hek prej furrës, e kemi pjek në temperaturë 150 gradë për 1 orë e gjys. Shërbeti i nxehtë, baklava pra e ftohtë. Tashti bismillah ja hedhim pra shërbetin baklavës pra që e kom zi për 20 minuta. Edhe baklavën e kemi përvlu, pra ja kemi qitë krejt shërbetin, e lojna me uftuf, pra del shumë e sheshme e shpejt për vaditje që ja vlen, ta provoni. Tashti do botra mund me thonë, kjo baklava është edhe me licave, ato që nuk din me të hëllu, ashtu e kështu, për ato motra të doshra, hini vidot rend me rend e kanolim, sa për demelica për më pëjtu, kërëjt juve ndjek se jam qes ka një baklava. Hiq nuk pëjtoj. Kjo është veç për shpejti, demelica për mu është ajo femër që dele blen një rollat gatshme dhe ja që dikujna mësafir kështu i që prejnë. E jo kështu. Njerë ju përshëndet juve për zemërsisht, ju falenderon për çdo pëlqim të recetat mia, faleminderit për programin që ma bani komentet të bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit ju them, miru pofshim.